Edi Rama s'ka Po, ju ngeli gjithë ditën atje, kaptin si ka bo si trongun kaptina. Del për atje, nuk u veq, po del ke atje, ke shpia vetë, flet atje në shpi. Edhe mush televizorin. A i del nga zyra? Po qatë zyre, me kush kanë zyre. Kush flet më bukur nga këta tani? Kush na e mbush mendjen? Ne, okej, për politikë thamë që është Elena këta, po në komunikim kush është më i mirë? Komunikime. Vetëm Edi Rama flet bukur. Ajo është, e ka thonë njoni, nuk është e imja, është kryeministër Batutash. Ajo nuk është kryeministër, ajo i dështu ka qenë piktor. Ka vjedh pikturat e njonit, nuk e diti. Edhe i ka shit atje, është i dënuma në Paris. Ajo i ka... Po pra, ato pikturat ja ka vjedh ati, Korçarit, edhe i shitin Paris, edhe është i dënu, e kanë zjera ju ato dënimin që ka në Paris. Ka ndru emrin nga Edi Rama, se Edvin Edi Rama, e ka ndru emrin. Vetëm se ka qenë hajdut, po jo... E ka di pse mori ato, ikonat ati, Korçarit. Vite ke teatri, unë jam nga ato teatrit, në falë. Jam nga ato që kam nejtë 2 vjetë në teatr, na i prishi kë, plera bashkisë teatrin. Do ta bëjnë të rria, do thonë që do bëjmë një teatr. Po parë Shqipe, di ku ka qenë? Në Tiranë. A e di? Na thoj ti. Është teatri operës, ka qenë Vjosa. Po? Aty ka qenë shkolla pare Shqipe në Tiranë e prishi, kjo plera e prishi. Do bëhet i pallat shumë i bukur aty me Po kokën. çarme e kanë bërë atë, jo me jo, atë ka lulishte tash. Vjosa tash aty ka qenë Vjosa, ajo ka qenë ka qenë Hotel Vjosa, aty ka qenë shkolla parë Shqipe në Tiranë. E prishi, prishi teatrin. Ishte ai teatri që si ta them unë La Scala në miniatur. Jo La Scala, po them se ishte ashtu. Po në miniatur kanë qenë, unë kam pa. Prishin teatrin sepse do ndërtojnë një më të ri, më të madh sepse Tirana është zhvilluar. Ishte vend tjetër pra. Po çfarë do s'lan kinema, s'lan ashtu, do bëjnë këto, më fal. Do bëjnë këto. Do në vetëm shkatërim bëjnë. Tek prishja megjithëse tash i kanë hyrë maleve. Bën Bregdetin, tash i kanë hyrë male, ke marrë vesh. Televizori kanë hyrë maleve. Që privatizojnë, bëjnë turizmo nëpër male, se i kanë kapto, nuk i lëshojnë kollaj. Se nuk e majmë në titullin që kanë shkruajtur. Mund të aplikoni edhe ju për malet 1 euro, ose zona e mbrojtur 1 euro, çfarë është? Unë e kam krye atë timen, s'kisha me krye. Më vjen keq për brezin e ri, për shqiptarin, pse po e shkatrojnë shqiptarin.